Një 24 vjeçar banues në Shkodër përfundoi në prangat e specialistëve të seksionit për hetimin e narkotikëve pasi gjatë kontrollit në automjetin me të cilin ai qarkullonte, efektivët i gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis e cila u sekuestrua si provë materiale. Ndërkohë në prokurori u referuan materialet dhe u procedua në gjendje të lirë një 22 vjeçar banues në Dobraç pasi gjatë kontrollit fizik, policia i gjeti një sasi lënde narkotike kanabis e sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në 24 orët e fundit, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor nisën procedim në gjendje të lirë për një 15 vjeçar pasi u kap duke drejtuar pa leje drejtimi një motomjet pa targ. Materialet u referuan në prokurori pasi një ditë më parë në rrugën Kol Heqimi një 25 vjeçar duke drejtuar motomjetin humbi kontrollin dhe përpasoj automjeti është përplasur me një 54 vjeçar banues në Dobraç ku nga aksidenti u dëmtua lehtë 25 vjeçari. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e Shkodrës referuan materialet në prokurori për një 61 vjeçar pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Për të gjitha këto raste, materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.